Po e sheni që tash pas një krize politike 8 mujore, kur vendi ka hyrë në një krizë të madhe ekonomike, po edhe të kontesteve kushtetuese dhe pa vullnetit politik, na po e shohim që jemi kthy te ideja jon e LDK-s për një qeveri të unitetit dhe tranzicionale deri në kohën e zgjedhjes presidentit dhe për vitin e ardhshëm. Do me thënë, ne sot pas 8 muajsh po diskutojmë si një alternativ qeverin e unitetit. Ndërkohë që kemi mujt shumë ma herët, në qershor kur LDK-ja e ka prezantu këtë ide, që ta implementojmë, të adresojmë çështjet kryesore edhe që kanë prek buxhetin, edhe do me thënë votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe ndërhyrjet kryesore që do ta adresonin edhe do ta nxjerrin vendin nga kriza politike. Na tash sot jemi kthy në atë pikë. Faktikisht është mirë me kuptu që gjendja është kritike në kuptimin që duhet mos me humb kohë, edhe vendi duhet shkoj tek zgjedhjet e tjera për shkak se ka decisivisht mungesë të shumicës në kuvend. Edhe këto po e thojnë edhe partitë e tjera, sepse e shohim që në çfarë do konstelacioni votat nuk ekzistojnë. Edhe ky është fakt që e kemi përsëritur disa herë përkundër faktit që disa partitë të tjera kanë pas dëshirë që ose kanë mbajtur shpresa që mund ta formojnë shumicën. Po, edhe tash kanë mundësi që ta dëshmojnë nëse mund ta formojnë, por ne nuk po shohim që ka numra. Se matematika mbështetet në numra e fundit. Megjithatë, numrat teoretikisht janë, po asnjëherë nuk e kena kuptu arsyen apo a e keni bët qartë mjaftueshëm se pse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk hyn në një koalicion me PDK-n, AK-n, Nismën dhe Listën Serbe. Në llogaritjet tona nuk ka numra. Edhe do me thënë 64 janë. 64 janë. Vetëm një sekond. Në asnjë moment nuk mund të llogarisësh që janë të gjithë deputatët e krejt grupeve në një renditën njësoj. Prandaj duhet me pa që ka shkon vullneti politik edhe përcaktimi i përgjithshëm. Dhe ne në këto matematika nuk kemi parë numra. Do të vinë edhe afatet kushtetuese dhe mund të kemi përpjekje të atyre që kanë thënë që janë numrat, të dëshmojnë ata numra, por gjithsesi për LDK-n është tepër e rëndësishme që në këtë moment të shkojmë sa më shpejt që përfundojnë afatet dhe sa më në mënyrë efikase të i përcaktojmë datat, të shkojmë drejt zgjedhjeve, do të prodhohen numra të ri, do të ketë një lloj komunikimi tjetër dhe do të prodhohen më shumë alternativa politike që jepin kahje pozitive shtetit tonë. Ne si LDK do të angazhohemi tërësisht që qytetarëve t'u asqarrojmë gjithçka që ka ndodhur gjatë kësaj kohe dhe që qytetarët të reflektojnë dhe të zgjedhin alternativën më të mirë që ne e besojmë që është LDK-ja, sepse po shihet që alternativat tona që i kemi dhënë edhe për dalje nga kriza janë ato më të qëndrueshme.